Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë me njeriu më të mirë, me profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatat më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmatullah. Paqja, begatia, bekimet e Allahu xhalleshanu qofshin me ne e qofshin mbi ju. Elus Allahu xhalleshanu ta bëj këtë ligjërat të mësim prej punëve të mira me të cilat kënaqet Allahu xhalleshanu. Ta bëj këtë mejlis të bekuar tek Zoti i gjithësisë, të rrethuar nga melajket e tij, edhe sebeb që të na përmend Zoti në mejliset e tij. Elus Allahu xhalleshanuhu që të na ruaj nga sikletet e djersëve, të turpit në dynja dhe sikletet e djersëve të turpit ditën e llogarisë. Elus Allahu xhalleshanuhu të na ruaj nga vapa e dynjas, por mbi gjitha të na ruaj nga vapa e xhehenemit. Elus Allahu xhalleshanuhu që të sotmen ton ta bëj më të mirë se sa e djeshme që ka kaluar, të nesërmen ton inshallah ta bëj më të mirë se sa të sotmen ton, në rrugtimin drejt Allahu xhalleshanuhu, që është rrugtimi më i rëndësishëm, i cili bëhet me zemra dhe jo me hapa, jo me kilometra, jo me shpejtësi toksore, por bëhet me afrimitetin e zemrës tek Allahu xhalleshanuhu, tek kënaqësia e tij, tek xhenneti i tij. Në këtë udhëtim kemi nevojë të njohim stacionet në të cilat ecim, të kuptojmë drejt këto stacione dhe të ndjekim ato. Jemi në një prej stacioneve më të rëndësishme, që është stacioni i sinqeritetit, për të cilin dietarët kanë thënë që është stacioni që nuk të ndahet asnjëherë derisa të vdesësh, dhe stacioni më i vështirë për njeriu. Prandaj kanë thënë se sinqeriteti është i domosdoshëm përpara se njeriu ta nisë një punë, një adhurim, është i domosdoshëm teksa njeriu e bën atë adhurim, dhe është i domosdoshëm pasi njeriu e bën atë adhurim. Do me thënë, nga fillimi deri në fund, njeriu ka nevojë pikërisht për këtë sinqeritet, sepse ajo është pikërisht sekreti që është në zemër dhe sekreti që shikon Allahu xhalleshanu, dhe Zoti e di më mirë se çfarë ka robi në zemrën e tij. Është stacioni më i vështirë, sepse gjithmonë nefsi i njeriu kërkon të ketë pjesë, ka qejf lavdrohet, ka qejf përmendet, ka interesa toksore materiale. Nuk është e lehtë ta pastrojë njeriu niyetin e tij, punën e tij, fjalën e tij deri në atë grad që ta ketë vetëm për Allahun xhalleshanu. Madje disa dietarë kanë thënë, sikur ta di se një sekond të vetme zemra ime të ishte e pastër 100% vetëm për Allahun xhalleshanuhu, nuk do t'i doja Zoti gjë tjetër. Gjihadi më i madh është gjihadi me nefsin, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjihadi më i madh me nefsin është gjihadi me zemrën dhe me sinqeritetin. Prandaj elus Allahun xhalleshanu na bëj Zoti të sinqert në niyetet tona, sepse sinqeriteti në niyet garanton shpërblimin prej Allahut xhalleshanu. Elus Allahun xhalleshanu na bëj të sinqert në ato që themi, sepse mundet që t'i prekim njerëzit me fjalë të bukura apo me ato fjalit prekse, por ndoshta nuk ka sinqeritet brenda tyre. Elus Allahun xhalleshanu na bëj të sinqert në të gjitha ato vepra që bëjmë, që i din apo që nuk i din njerëzit. Vëllezër dhe motra, ky stacion që qenë ka kaq i vështirë, që ka qenë i vështirë për shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i vështirë për gjithë besimtarët, për dietarët, të gjithë kanë frikë për veten e tyre dhe të gjithë kanë frikë se nuk janë të sinqertë në ato që thonë, ato që bëjnë, dhe thash kjo është xhihadi dhe kjo është lufta më e madhe. Përderisa qenë ka stacioni domosdoshëm dhe kaq i vështirë, lind një pyetje. Çfarë ndihmon njeriu që të jetë më i sinqert? Çfarë forcon sinqeritetin e njeriu? Qenë ka e vështirë, por është e domosdoshme në krahun tjetër. A ka disa mënyra, metoda praktike që e forcojnë sinqeritetin në shpirtin dhe në zemrën e njeriu? Dietarët përmendin disa prej këtyre metodave që po qëse njeriu i kupton, me lejet Allahu xhalleshanu fillon dhe i forcohet sinqeriteti në zemrën e tij. E para i thonë që njeriu t'ja kujtoj vetës së tij, o njeri, mos harro se ti je rob i Zotit. Çdo gjë e ke prej Zotit. Prej Zotit ke jetën, prej Zotit ke shëndetin,
prej Zotit ke riskun dhe furnizimin, tek Allahu xhalleshanu është caktuar çdo gjë që ke për ta marrë, çdo gjë që ke për ta ngrënë dhe ke për ta pirë, tek Allahu xhalleshanu është caktuar e gjeli yt, afati yt, askush prej krijesave nuk ka në dorë as furnizimin tënd, as caktimin tënd dhe as vdekjen tënd. Kujtoja gjithmonë vetes se ti je rob i këtij Zoti. Dhe këtij Zoti i takon sinqeriteti. Prandaj kur ta bësh punën, kur ta thuash fjalën, kur ta bësh niyetin, mundohu ta pastrosh atë, se faktikisht çdo gjë e ke prej Allahu xhalleshanu. E dyta, dietarët thonë që në jetën tonë të përditshme, ne nuk na pëlqen dhe nuk e duam atë person i cili nuk është i sinqert me ne, i cili mund t'i thot fjalë të bukura duke sikur ka respekt për ty, por ti ke kuptuar që ai nuk është i sinqert me ty. Pasi ka mbyllur për shembull, po themi telefonin, ka folur diçka jo të mirë për ty. Në një kohë që gjatë telefonatës ka treguar shumë sinqeritet, respekt, dashuri ndaj teje. Automatikisht ai person bie në syt tuaj. Ne në jetën e përditshme nuk e pëlqejmë atë person i cili shtiret, ka syfajsi, është hipokrit, marrëdhëniet tona të përditshme. Më mirë duam atë person që është i sinqert edhe nëse bën gabime ndaj nesh, por e dim se nuk ka gjë në zemër. Dhe nuk e duam personin i cili është shumë i kuruar nga pamja jashtme, është i kujdesshëm në fjalët e tij, tregon respekt, dashuri ndaj teje, ama ti e di, e ke kuptuar që ai nuk është i sinqert ndaj teje. Dhe kjo është normale, vëllezër dhe motra, në jetën tonë të përditshme. Nëse ne nuk e pëlqejmë një cilësi të tillë tek njëri tjetri, po tek Allahu xhalleshanu. Po Zoti i gjithësisë, a e pëlqen prej robit të tij që robi të shtiret sikur bën diçka përpara njerëzve të tjerë, por nuk është i sinqert me Allahun xhalleshanu. Ato që nuk e ke qejf për veten tënde, atëherë luftoje veten tënde që të dalësh prej kësaj smundje që fjalën që thua, punën që bën, niyetin që po thur në mendjen tënde, që janë aq të pastra, aq të kulluara sa që të kënaqet me ty Allahu xhalleshanu. Dietarët thonë që një mekanizëm tjetër që e ndihmon shumë njeriu në forcimin e sinqeritetit është që njeriu të bëjë adhurime të fshehta, teksa nuk e shohin njerëzit tjerë. Pse agjërimi është sekret mes robit dhe Allahu xhalleshanu? Pse thotë çdo gjë që bën njeriu e bën për veten e tij, përveç agjërimit, njeriu ato e bën për mua dhe unë do t'ja shpërblej njeriu, sepse agjërimi është adhurimi i fshehtë. Askush nuk e di realisht se kush është agjëruesi i vërtet përveç Allahu xhalleshanu. Pse namazi i natës, teksa nuk të shohin njerëzit tjerë, është shumë i rëndësishëm sepse ai forcon sinqeritetin. Sepse njeriu nuk mund të kërkojë njerëzit të ngrihen ta shohin teksa ai fal namaz natë, apo t'i ngrefin kamerën teksa ai fal namazin e natës. Pse sadakaja e dhënë fshehurazi është më e fortë dhe ka shpërblim më të madh tek Allahu xhalleshanu se sa sadakaja që bëhet publikisht, edhe pse në raste të caktuara sadakaja që bëhet publikisht është shumë e rëndësishme. Por kur është e rëndësishme ajo? Kur do që të motivohen njerëzit që të bëjnë sadaka. Është një rast që ti do që të motivohen të gjithë që të bëjnë sadaka, kurse në bazë dhe në origjinë sadakaja duhet të jetë e fshehtë, sepse është një punë që e bën vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe nuk ke dëshirë që ta dinë njerëzit tjerë. Ajo që e ndihmon njeriu të forcojë sinqeritetin e tij, kujtohu njeriu përpara qëndrimin tënd përpara Allahu xhalleshanu. Nuk do të hyjë në punë as CV-ja që ke në jetën tënde, as çfarë është regjistruar për ty, as çfarë është shkruar për ty, asnjë gjë s'ka për të hyrë në punë. Vetëm një gjë. Ai njeri që ka shkuar tek Zoti me zemër të pastër e sinqert, ndoshta në këtë botë interesat për të dukur mirë, lavdrimet që na vijnë, që na bëjnë të ndihemi mirë, kur na vijnë kritikat nuk ndihemi mirë, në dynja mund që ta shtyjmë jetën në këtë formë. Po kur dal njeriu përpara Allahu xhalleshanu, ku janë librat, ku janë kamerat, ku janë CV-t, ku janë postet, ku janë rrogat, ku janë ato fjalë të mira që kanë thënë njerëzit për ty? Asnjëra prej tyre nuk ka vlerë. Prandaj sa më shumë që kujton njeriu qëndrimin e tij përpara Allahu xhalleshanu dhe shikon që asgjë nuk hyn në punë në atë ditë, aq më shumë i shtohet njeriu sinqeriteti në zemrën e tij. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk hyn në punë as fëmia, as pasuria, as malli, as pushteti, as fama e njeriu, përveç atij njeriu
që i shkon Allahut me zemër të shëndetshme, me zemër të pastër. Kur një zemër është e shëndetshme dhe e pastër, kur është e sinqert për Allahun xhallashanuhu. Dhe e fundit që e forcon sinqeritetin tek njeriu, vlla dhe motër, o njeri, ata njerëz që ti po mundohesh të a bësh qefin, tu hish në sy për mirë, tu afrohesh atyre se pret një shpërblim për tyre, pret një fjalë të mirë për tyre, pret një lavdërim për tyre, pret që të ta kthejnë me të mirë. Këta njerëz atë ditë kur dalin përpara Zotit kanë hallet e veta dhe qajnë gjunahet e tyre. S'mund t'i thuash atij që vallai unë për ty e bëra këtë punë, desha të hyj ty në sy, e bëra për të fituar kënaqësinë tënde, e bëra për të fituar lavdërimin tënd. Ai ka hallet e veta, ai ka punët e veta. Prandaj njeriu që sforcohet shumë për të hyrë tjerëve në sy dhe në zemër, po ta bën të këtë me veten e tij, që të hyjë Zotit në kënaqësinë e tij, t'i afrohet Allahu xhallashanuhu, se këta njerëz ta janë më të nevojshëm se askush tjetër ditën e llogarisë. Ajo është dita që fillojnë njerëzit e kritikojnë njëri tjetrin, thotë për ty e bëra këtë punë. Unë desha të fitoj kënaqësinë tënde, ata të gjithë do thonë ne kemi hallet tona, ne qajmë sot problemet dhe hallet tona. Këto dhe mekanizma të tjerë, vëllezër dhe motra, e ndihmojnë njeriu që t'i kthehet vetes së tij, e dal nga dal ta forcojë atë që është sekreti mes tij dhe Allahu xhallashanuhu, që është sinqeriteti. Dietarët thonë që janë 3 gjëra, të cilat e shkatrojnë sinqeritetin e njeriu do të luftojë shumë me veten e tij që të largohet prej tyre. E para është syfaqësia, vëllezër dhe motra. Në gjuhën arabe quhet ria. Syfaqësia është që ta shfaqësh një punë për një interes caktuar. Ta shfaqësh një punë që njerëzit thonë mashallah sa njeri i mirë është ky. Sa mirë që flet, sa mirë që falet, ja si bën sadaka, ja si bën punë të mira. Edhe kjo është ajo që e godet në themel sinqeritetin. Sepse do apo nuk do, puna kalon jo për kënaqësi për Zotin, por kalon që njeriu të hyjë në sy njerëzve të tjerë, të marrë lavdërimet e tyre, të largohet prej kritikave të tyre, dhe syfaqësia është nga rreziqet më të mëdha që e dëmtojnë dhe shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Ajo që na është treguar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me syfaqësinë është e frikshme. Është e frikshme për dietarët, për hoxhallarët, për bamirësit, për njerëzit që adhurojnë Zotin, e jo më për pjesën tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kur të bëhet dita e llogarisë, 3 kategoritë e para që hynë në zjarrin e xhehenemit janë një prej dietarëve, e një prej luftëtarëve, e një prej bamirësve. E merr Allahu xhallashanuhu ato që ka patur dituri, që është dietar, që është njohur si hoxh, dietar me famë, ka ndjekur njerëzit atë. Dhe ja kujton Allahu mirësitë që i ka dhënë këtij robi. Atë dhash këtë, atë dhash këtë, atë dhash këtë, po thot o Zot, mi ke dhënë të gjitha. I thot Allahu xhallashanuhu, atë dhash dhe dituri, se dituria është prej Allahu xhallashanuhu. Po o Zot, çfarë bëre ti robi im me diturinë që unë dhash ty? Për Zotin thot o Zot, nuk kam lënë ders, nuk kam lënë mexhlis, nuk kam lënë hutbe, nuk kam lënë vend ku nuk kam folur për ty. Por do t'i thot Allahu xhallashanuhu, gënjeve robi im, ti se bëre për mua atë, por e bëre që të thonë njerëzit mashallah sa dietari mirë, i madh është ky, sa hoxhi dëgjuar është ky, dhe njerëzit e thanë atë gjë dhe ti u kënaqe prej kësaj fjale, nuk e ke patur për mua, atëherë urdhron Allahu xhallashanuhu engjëjt e tij ta rrëmben e ta fusin në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruaj prej këtij momenti dhe mos jemi prej kësaj kategorie. Pastaj merr Allahu xhallashanuhu ato që ka luftuar rrugë Zotit dhe në sytë e njerëzve ka dhënë jetën në rrugë të Allahu xhallashanuhu, mujahidi, shahidi që ka rënë rrugë Zotit. I thot Allahu xhallashanuhu, robi im, as ti kam dhënë gjitha këto të mira. Pastaj i thot, a nuk dhash fuqi dhe shëndet? Po thot o Zot, e çfarë bëre ti me të mirat që unë dhash ty? Ai thot o Zot, nuk kam lënë vend ku kam dëgjuar që ka nevojë për ndihmë që të mos kem shkuar. Luftova Zot në rrugën tënde me trupin tim, me jetën time derisa rash dëshmor në rrugën tënde. I thot Allahu xhallashanuhu, gënjeve robi im, ti se bëre për të fituar kënaqësinë time, por e bëre që njerëzit të flasin mirë për ty, thonë është trim filani, është mujahid filani dhe ka rënë shahid filani. Dhe njerëzit e thanë këtë gjë dhe ti t'u bë qefi, nuk e ke patur për kënaqësinë time robi im,
dhe urdhron Allahu xhalleshanu përsëri engjëjt ta marrin dhe ta fusin në zjarrin e xhehenemit. E para ishte dituria, vëllezër dhe motra, është maja që mbrin njeriu. E dyta është lufta në rrugt Allahu xhalleshanu, po ashtu është maja ku mbrin njeriu. E treta është bamirësia, e merr Zoti një bamirës që në sytë e njerëzve ka qenë bamirës dhe i sinqert, por nuk ka qenë ashtu në zemrën e tij. I thot Allahu xhalleshanu, robi im, të dhash shumë të mira, pasuria që patë ishte prej meje, po thot o Zot prej teje çdo gjë. Çfarë bëre ti robi im me ato që të dhash unë? Thot o Zot, kur kam dëgjuar që ka patur nevojë, vallahi se kam kursyer asnjë gjë. I thot Allahu xhalleshanu, gënjeve robi im, ti nuk e bëre për të fituar, nuk e bëre ato për të fituar kënaqësinë time, por e bëre që njerëzit thonë mashallah sa bujar është filani, mashallah sa bamirës është filani, dhe njerëzit e thanë atë gjë dhe ti u kënaqe prej saj. Urdhron Allahu xhalleshanu engjëjt e tij të marrin dhe ta fusin në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruaj. Ky hadith do t'i mjaftonte secilit prej nesh, vëllezër dhe motra, për të kuptuar se sa i vështirë është sinqeriteti, por se sa i rëndësishëm është ai. Është ndryshe që njeriu të shfaqë diçka përpara njerëzve të tjerë, është ndryshe që ai të luftojë e qaj me veten e tij që punët që bën, sa do të pakta qofshin, të jenë të pastra dhe të sinqerta për Allahun xhalleshanuhu. Ka tre lloj syfaqësie që e shkatrojnë punën e njeriu. Syfaqësia e parë është syfaqësia në pamje, ku njeriu bëhet aktor dhe artist, shfaq pamje të tilla që t'japin ndjesinë që ky është shumë i sinqert përpara njerëzve të tjerë. E ul kokën e tij, kur flet me Zot mekur si për treguar devotshmëri, sikur ka frikë Allahun xhalleshanuhu, ai është aktor dhe në formën se si qan përpara njerëzve të tjerë, gjithmonë vesh rroba të thjeshta, rroba të lehta për të treguar që me të vërtetë është i sinqert. Mirë po asnjëra prej këtyre nuk vlen tek Allahu xhalleshanuhu, sepse edhe koka e tij që është ulur, edhe ai loti që del, edhe ajo fjala e mekur dhe rroba e lehtë nuk janë të sinqerta për Allahun xhalleshanuhu, por janë që ky njeri të fitojë pikërisht lavdrimin e njerëzve, thonë mashallah filani, shife se si flet, shife se si e mban kokën e tij ulur, shife se sa thjesht vishet ai me të vërtetë është i devotshëm. Çdo kënd mundet që njeriu ta bind, por nuk mund ta bind Allahun xhalleshanuhu për diçka që se ka njeriu në zemrën e tij. Prandaj shejtani i mallkuar, vëllezër dhe motra, ai është mjeshtër. Ai e bën njeriu në artist, bëj vepra të tilla, bëj veprime të tilla, gati njeriu i mbush mendjen vetes së tij që është i sinqert, edhe pse nuk është i tillë tek Allahu xhalleshanuhu. Tjetra është syfaqësia në fjalë, kur njeriu flet fjalë të tilla që japin ndjesinë njerëzve që ai është shumë i sinqert. Për shembull, njeriu bën dhikr, përmend Allahun xhalleshanuhu, kur është mezhlis përpara njerëzve të tjerë, dhe përmend në atë formë të jep ndjesinë që ky është me një botë tjetër, ky veç po përmend Zotin, nuk e ka mendën tek askush tjetër. Po faktikisht ai s'po përmend Allahun xhalleshanuhu. Ai do që ta përmendin njerëzit të tjerë sa bukur që bën dhikr filani, ose që bën amin, e ngre zërin, por që ta dëgjojnë njerëzit tjerë që ky po e bën aminin me zemër dhe me shpirt, ose që bën istigfar me Zot lart, estagfirullah. Mirë po ai vetë din që nuk është i sinqert në këtë istigfar. Istigfari i tij ka nevojë për istigfar sepse nuk ka qenë i sinqert për Allahun xhalleshanuhu. Prandaj njeriu mund të mbrihej edhe në këtë nivel që duket sikur flet fjalë të tilla, thot mërmëritje të tilla sikur është i sinqert, por faktikisht ai nuk është i sinqert tek Allahu xhalleshanuhu. Ka edhe një lloj syfaqësie tjetër, syfaqësia në vepra. Syfaqësia në vepra është kur njeriu e nuhat që po e shikojnë për shembull që po fal namaz. E kupton që janë duke e parë që është duke fal namaz, pikërisht për këtë arsye e zgjat namazin e tij, e zgjat rukun e tij, e zgjat sejdën e tij, apo i ka ngritur duart, është duke bërë dua për veten e tij, por kupton që njerëzit po e shikojnë, i ngren edhe më shumë duart, për treguar se është shumë i përkushtuar dhe shumë i devotshëm. Të gjitha këto, siç e përmenda vëllezër dhe motra, mund t'ia shesim njëri tjetrit, por nuk mund t'ia shesim Allahu xhalleshanuhu. Kjo është e para që shkatron sinqeritetin e njeriut, është syfaqësia, dhe syfaqësia është pikërisht që ta bësh punën për ta treguar atë, për të fituar ndoshta në interes të kësaj bote. Dhe interesi mund të jetë fjala e mirë që thonë njerëzit për ty, mund të jetë përmendja që ata kanë ndaj teje, fitimi i famës,
apo që të përmendin për mirë në gjuhët e tyre, të gjitha këto mund të kenë vlerë tek njerëzit, por nuk kanë vlerë tek Allahu xhallashanuhu. E dyta që e shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra, është vetkënaqësia nga puna e mirë. Mund bëj njeriu punë të mira, adhurime, bën punë të mira, por ka një ndjenjë vetkënaqësie, ka një krenari të brendshme. Kjo është e rrezikshme. Kjo e shkatron sinqeritetin e njeriu, sepse kjo kënaqësi tregon që ti nuk e ke patur hallin që ta pranoj ty Allahu xhallashanuhu, por ke patur hallin që njerëzit ta shikojnë dhe ti kënaqesh për kësaj. Treguesi i devotshmeve, siç tregon Zoti në Kur'anin famlart, është se gjithmonë kanë frikë mos i bëjnë punë të mirë. Zoti thotë në Kur'anin famlart, ata që kur e bëjnë një punë të mirë apo kur japin një lëmosh, janë shumë të trembur, edhe e dinë që do të kthehen tek Zoti. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha ja Rasulullah, apo flet Allahu për ata që bëjnë gjunahe, që vjedhin, që bëjnë imoralitet, por bëjnë nganjëherë edhe punë të mira dhe kanë frikë që Zoti s'ka për t'ia pranuar punët e mira sepse kanë këto gjunahe të mëdha. Jo Aisha, jo e bija e Sidikut, janë ata që bëjnë punë të mira, janë sinqert, por gjithmonë kanë frikë se nuk kanë qenë sinqert. Gjithmonë qajnë për veten e tyre se kurrë si kanë besë vetes së tyre. Është e rrezikshme kjo ndjenja e kënaqësisë, e krenarisë së brendshme. Është tjetër gjë thosh, elhamdulillah, ma mundsoi Zoti ta fal këtë namaz. Elhamdulillah, ma mundsoi Zoti ta bëj këtë të mirë, t'ia kthesh meritën Allahu xhallashanuhu. Kjo është diçka, por kjo krenaria e brendshme kur të fryhet krahërori, kur ndihesh mirë me nefsin tënd dhe thua mos ke frikë se ti e ke bërë këtë punë të mirë, kjo e dyta është e rrezikshme. Prandaj dietarët kanë thënë më mirë një gjunah që të bën ta ulësh kokën e të qash e të kthesh Zotit, sesa një punë e mirë që të bën të kesh një vetkënaqësi dhe një krenari të brendshme. E treta që e shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra është ku njeriu kërkon shpërblim për punën që ka bërë. Nëse ka bërë një të mirë, një bamirësi, ka një dëshirë që t'ia kthejnë njerëzit, t'ia kthejnë ose materialisht, ose ta respektojnë atë, ose ta vlerësojnë atë. Ku tregohet kjo nëse ka qenë apo jo e sinqert? Nëse ti e ke bërë një punë të mirë dhe pikërisht ky person nuk të falenderon, pikërisht ky person nuk të vlerëson ty, ndoshta edhe të dëmton ty. Nëse ti mërzitesh shumë me të, thë kur s'ja bëj halal këtij njeriu, po unë kam ndihmuar këtë person kështu me radhë, kjo tregon që nuk ke qenë i sinqert në atë punë që ke bërë. Por nëse thjesht ke dhimbshuri që ky njeri nuk e vlerëson të mirën, ama nuk e prish zemrën tënde, kjo tregon se ka patur sinqeritet në zemrën tënde. Ne si musliman jemi të urdhëruar që ta falenderojmë të mirën, se profeti sallallahu alaihi wasallam tha ai njeri që nuk falenderon njerëzit për një të mirë që ja kanë bërë, ai nuk falenderon dhe Zotin. E kemi detyrë ta falenderojmë njeriu për fjalën e mirë që ka thënë, për ndihmën që na ka dhënë, për mbështetjen që ka qëndruar në krahun tonë. Kjo është detyrim, por njeriu vetë nuk duhet ta bëjë punën e mirë për diçka të tillë. Ai nuk mund ta bëjë një ndihmë, një shërbim, një bamirësi për të pritur shpërblim. E thash testi dhe provimi për këtë. E di kur është kur sprovohesh dhe pikërisht ai person që ti ke pritur prej tij falënderim, ai nuk të falenderon ty. Prej ti ke pritur vlerësim, ai të kritikon ty, dhe kjo është normale, ndodh në jetën e kësaj dynjaje. Apo bën mirë ai njeri, jo, ai nuk po bën fare mirë, por ti nga ana tjetër konstatove se nuk pas ke qenë i sinqert në veten tënde. Vëllezër dhe motra, me që kjo tema e sinqeritetit është temë mjaft e vështirë, është temë e gjatë, siç e përmenda, vazhdon me njeriu derisa ai dorëzojë veten e tij, janë disa çështje të rëndësishme që i përmendin dietarët, që njeriu duhet i ketë të qarta që të mos ngatrohet. E para është që njeriu nuk duhet ta lërë punën e mirë nga frika se mos thonë njerëzit ja filani po fal namaz për hipokrizi. Nëse ky njeri ka fal historikisht namaz, po themi namazin e paraditës, apo ka falur namaz natë, dhe ka rastisur që është me njerëz tjerë në dhomë apo në konvikt kështu me radhë, shejtani vjen dhe i thotë, po ngritë me fal namaz, ka rrezik mos jesh i sinqert, sepse ndoshta po e bën për njerëzit tjerë dhe e lën njeriu punën e mirë. Kjo është një nga mjeshtrit që ka shejtani i mallkuar. Shejtani i mallkuar lufton me dy gjëra. E para është që nëse e bën një punë, ai mundohet të ta prishi ty në jetën që të mos jesh i sinqert për Allahun xhallashanuhu. Por ka edhe një mjeshtri tjetër. Thotë, më mirë lene
nga frika se mos bëhesh hipokrit. Edhe kjo është aftësia e tij. Nësa dietarët thonë, njeriu kur ka bërë një punë të mirë ose kur do të bëjë një punë të mirë, nuk duhet ta lërë atë nga frika e hipokrizisë. Duhet ta bësh punën e mirë, por duhet luftosh me veten tënde që të jesh i sinqert e të mos e bësh për njerëzit tjerë. Sepse ka shumë njerëz që e lejnë punën e mirë nga frika se mos e shikojnë tjerët dhe thotë po më pan tjerët, ndoshta kam për të hyrë në hipokrizi, kam për të hyrë në syfaqësi. Fudel ibn Iyadi thotë ta bësh punën për të tjerët është shirk, por ta lësh punën prej të tjerëve është syfaqësi dhe sinqeriteti është të shpëtoj Allahu prej këtyre të dyjave, pra ta bësh punën, po ta bësh për Allahun xhallashanuhu. Kjo ishte një prej atyre gjërave që dietarët na përmendin që duhet kemi kujdes. Më kujtohet këtu teksa flasim për vështirësinë e sinqeritetit. Dikush thot e kisha falur namazin gjithmonë në safin e parë për 30 vite. 30 vite rresht, ma kish po Zoti mbar, kisha falur namazin në safin e parë. Një herë, vetëm një herë në jetën time thot me hiku safi i parë dhe u fala në safin e dytë. Mirë po gjatë gjithë namazit kisha një siklet të madh. Çfarë do thonë njerëzit mbasi të mbarojnë namaz? Mbi të turp për njerëzve. Pasi mbaroi thot namazi im, njerëzit nuk thanë gjë. Por thot mu më erdhi turp për vetes time, më erdhi turp përpara Allahut se kisha falur namazin në safin e parë, por një herë dola në safin e dytë dhe më kapi një siklet, çfarë do thonë njerëzit për namazin tim. Atëherë thot e kuptova se ndoshta s'pas ka qenë i sinqert për Allahun xhallashanuhu gjithë ky namaz që kam fal. Vëllezër dhe motra, Zoti na ndihmoft të jemi të sinqert në niyetet tona, të jemi sinqert në fjalët tona, të jemi sinqert në punët tona. Nuk mundet kur ta bindim Allahun xhallashanuhu që jemi të sinqert në zemrat tona, sepse Zoti e di më mirë se çka në zemrat tona. Mundet të bindim njerëzit tjerë. E dini se si kuptohen të sinqertit. Të sinqertit nuk marrin kamera për të treguar, as nuk ta hapin zemrën me tregu se çka kanë ata në zemrat e tyre. Zakonisht sinqeriteti i njerëzve merret vesh pasi vdesin ata, ose merret vesh rastësisht kur dikush e kupton rastësisht. Dhe një prej këtyre shembujve, ka shumë shembuj të tillë, është një nga stërnipat e Ali ibn Abi Talib, Zoti qoftë i kënaqur me të, i quajtur Ali Zein al-Abidin. Këtë njerëzit e akuzonin që nuk është bamirës në një shoqëri që njerëzit ishin shumë bamirës, e thoshin ky është pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam, është stërnip i profetit alayhis salam, por se kemi parë duke bërë bamirësi. Madje akuzonin që është dorë shtrënguar. U mor vesh që ky njeri kishte bërë sadaka dhe ishte bamirës vetëm mbasi ndroi jetë, sepse kur e lanë xhenazën e tij, ai që lau xhenazën pa që shpina e tij ishte kalcifikuar. Më kishte mbajtur gjithmonë një peshë të rëndë, saqë edhe mishi ishte bërë kret muskuj, ishte bërë shpina kret muskuj. Por prap ai që lau xhenazën nuk e kuptoi realisht nga erdhi kjo. Nuk shkuan 2-3 ditë dhe 100 familje të Medinës shkuan trokitën tek dera e të parit muslimanëve dhe thanë, ku është ushqimi që na e sillni çdo natë? Ka 3 ditë që s'na vjen ai ushqim. Se kishin menduar gjithmonë që ky ushqim, kjo ndihmë vjen nga i pari muslimanëve, vjen nga shteti. Atëherë kuptuan që personi i cili kishte dërguar për çdo natë ushqim edhe furnizim në 100 familje ishte stërnipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, që shpina ishte bërë muskuj, por që njerëzit kishin folur për të se ai nuk është bamirës. Por një ditë, qoftë dhe një ditë vetme të jetës tij, nuk i bëri përshtypje ajo që tha njerëzit. Nuk u mundua të tregonte atyre si me lezet që unë jap, po nuk dua ta tregoj përpara jush. U mor vesh vetëm masi shkoi tek Allahu xhallashanuhu. E lusë Allahun xhallashanuhu për veten time të dobët që e di dobësinë e vet edhe për secilin prej jush, që Zoti na ndihmoj në jetët tona, me zemrat tona, të i bëj punët tona sa do të pakta qofshin të sinqerta, se ajo që na shpëton tek Allahu xhallashanuhu edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër do të jetë sinqeriteti, dhe lusë Allahun xhallashanuhu na ruaj nga hipokrizia, nga syfaqësia, nga bërja e punës për të fituar lavdrimet e njerëzve apo fjalët e mira të njerëzve. Kur njeriu t'i barazohet si e lavdrokan, si e shakan, kjo tregon që ai e ka marrëdhënien me Allahun xhallashanuhu. Nëse lavdrimi vjen vetvetiu prej njerëzve, po ti se ke synuar, kjo është mirësi që ta ka dhënë Allahu xhallashanuhu. Por nëse mërzitesh kur njerëzit të kritikojnë
por ti je i pastër dhe kritikojnë, kjo tregon që nuk ke qenë i sinqert për Allahun xhaleshano. E lut Zotin për hoxhallarët dhe për dietarët, sepse ata janë njerëzit më të rrezikuar nga syfajësia, sepse janë njerëzit që ndoshta kanë famën më të madhe, liderit, ato janë liderit shpirtëror. Lusë Allahun xhaleshano për veten time dhe për ta t'i ruaj Zoti nga hipokrizia, të mos mërziten kur dikush nuk i vlerëson apo nuk i respekton, mos u shtohet shumë vetkënaqësia kur dikush i dëgjon më shumë. Kjo është një luftë e përhershme, është një xhihad i madh dhe më të vështirë këtë xhihad e kanë ata njerëz që e kanë famën më të madhe. Prandaj edhe një herë lusë Allahun xhaleshano të na mëshirojë me mëshirën e Tij, t'i falë të gjitha tmetat, mangësitë dhe kusuret tona, t'i mëshirojë zemrat tona, t'i bëj ato zemra që kanë frikë Allahun xhaleshano, që fjalën që thonë, që punën që bëjnë, të gjitha i bëjnë me niyetin për të fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshano, dhe ai që fiton kënaqësinë e Zotit, për të nuk ka dert as në këtë botë, as në botën tjetër. Allahumma amin, 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ja shpërbleft të gjithë me të mira.